Përshëndetje të nderuar miq, do të shkoj në këtë fillim javë në Kosovë për të folur për situatën politike dhe për rezultatin e zgjedhjeve, raundin e dytë, balotazhin e 18 komuna që u zhvillua ditën e djeshme. Një orë më pas kishim edhe rezultatin e zgjedhjeve me disa surpriza, kryesore ishte ajo në Mitrovic. Për të folur për situatën politike atje, kam deri në kënaqësinë kem të ftuar zotin Viktor Buzhala. Zoti Buzhala, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për jush për ftesën. Kush fitoi mbrëm apo fituan gjithë? Realisht fituan gjithë, po pa diskutim që fituesi i këtyre zgjedhjeve është vetëvendosje. Dikush mund të thotë si vetëvendosje kur vetëvendosje fitoi 7 komuna dhe është partia më e madhe në vend. Po, por vetëvendosje nuk ishte parti me shtrirje lokale, në zgjedhje domethënë lokale. Ishte parti me shtrirje nacionale ku generator i votave ishte Albin Kurti. Ndërsa tashmë vetëvendosja është bërë parti serioze edhe në zgjedhjet lokale, pasi që ka fituar 7 komuna dhe është nëse mund ta them ashtu, është në balotazh me 2 parti tjera, me LDK-n dhe me PDK-n, edhe pse PDK-ja ka 6 se Drenasi vetëm iku. E dyta ka thy 2 bastione. Ka thy bastionin në fushë Kosovë dhe në Obilic, cilat nuk fitoheshin asnjëherë prej dikujt tjetër. Pra, dhe e treta ka arritur t'ju marrë 2 partive kundërshtare, t'ju marrë PDK-s ja ka marrë 2 komuna, ndërsa LDK-s realisht ja ka marrë 2 komuna dhe PDK-s ja ka marrë 1 komunë, përkaqësisht Mitrovicën që e thekt ju më herët. Dhe në këtë mënyrë, ndërsa ato nuk kanë arritur t'ja marrin asnjë komunë. Që kupton që vetëvendosja ka shi tyre mund të konsiderohet fituese, mirë po përgjithsisht kemi 4 parti të cilat kanë numër të konsiderueshëm të komunave. Akeja që i ka ruajtur Ramushit vetat. Arriti të ruaj 5 komunat që i kishte, në këtë mënyrë edhe kanë komuna të rëndësishme gjitha. Domethënë dihet Kosova ka 7 qendra rajonale apo si njihen në Shqipëri bashki. Këtu është një organizim tjetër, domethënë sepse komuna pavarësisht e madhe e vogël është e njëjtës rëndësi, po ka 7 qendra dhe të gjitha janë të ndara në mënyrë thjesht të barabartë 2-2-2 dhe në fund 1. Pra fitues janë gjithë, humbës janë gjithë nga pak. Ndoshta Herora Çeku duhet të ketë pak mëri, sepse Kurti duket sikur ishte i fokusuar 100% vetëm në Mitrovic, apo gabohem? Jo, Kurti ishte realisht në këtë Kosovë, po ishte më i fokusuar në Mitrovic. Shiko, kandidatura e Herora Çekut nuk ishte adekuate për Prishtinë. Herora Çeku do të ishte shumë më adekuat në Prizren, që është komuna e dytë më e madhe e Kosovës. Aty realisht besoj që do të fitonte pa asnjë problem, pasi që Herora është djalë Prizreni, djalë i edukuar dhe ishin disa elemente lokaliste të cilat ndikuan në këtë. Do ta thyen atje mendoni ju? Mendoni që atje do ta thyen PDK-n? Po, besoj që do ta thyen, realisht PDK-ja është thyer edhe më herët atje, pasi që vetëvendosja para 8 vitesh ka fituar në Prizren, mirë po e humbi pikërisht nga PDK-ja dhe tash ta shohim. Realisht tash kryetari aktual arriti të konsolidohej dhe ta fitonte edhe një mandat të dytë. Po Herora Çeku do ta thyente besoj pa asnjë problem, pasi që është figurë nacionale, është figurë e dëshmuar, dihet ka qenë edhe në Shqipëri zëvendësministër për një kohë atje në qeverinë Edi Rama 2 nëse s'gaboj. Po në mos gaboj 2, se tani janë bërë si shumë, këtu është i 4 ti edhe. Janë bërë shumë dhe sigurisht që është një figurë e dashur në Kosovë, është një personalitet i kompletuar, qytetar, djalë shumë i civilizuar, i kulturuar, që do ta reprezentonte edhe kryeqytetin, po edhe Prizrenin pa asnjë problem, po të fundja ai vazhdon të jetë ministër në detyrë i kulturës dhe është dëshmuar edhe aty si ministër mjaft rezultativ. Për të ndarur edhe pak te Mitrovica, ka pas edhe në media, mund të themi akuza, po a ishte fitore e pastër në Mitrovic pa
e kam fjalën tek presioni, artilleria e pushtetit. Dhe pse Kurtit I duaj me çdo kusht ajo? Shiko, ai kresh ishte aty, aja përplasja ishte në Mitrovic. Dorën zemër ishte në Mitrovic, ka pas akuzat e dy anshme. Unë besoj që Mitrovica ka pas zgjedhjen adekuate, është besoj pa kontestueshëm. Ministri më I mirë I qeverisë Kurti 2 ka qenë pikërisht Fatën Peci. Dhe Mitrovica është komuna me më shumti probleme në Kosovë, është komuna me varfrinë, nivelin e varfrisë më të lartë në vend, dhe një figurë energjike si Fatën Peci e vendosur, besa edhe Trim, besoj që I duhet asaj komune. Fatonin e njoh personalisht kohë të gjatë, domethënë kemi dekada që njihemi me Fatonin dhe gjithmonë ka qenë kështu, domethënë djalë energjik, djalë që dëshiron ti lëviz gjëra, ti çoj përpara dhe fatkeqësisht PDK-ja nuk ja arriti sepse kishte një figurë mjaft të rëndësishme të saj në Mitrovic, Zoti Tahiri për fushatën dhe garën. Jo, po e ceki domethënë Bedri Hamzën që ishte para tij, ishte ministër, nuk ja arriti, po pa diskutim gjetja e këtyre zgjedhjeve, figura që dolin në pah, që u bë politikan I rëndësishëm në këto zgjedhje, pa diskutim që është Arjan Tahiri. PDK ka arritur ta krijojë një personalitet në radhët e saj, I cili do të thotë fjalën e vet brenda kësaj partie në vitet e ardhshme. E shohim si figurë që për një moment arriti t'i nxjerr telashe probleme shumë të mëdha, një nga persona më të votuar në Kosovë. Të mos harrojmë, para 9 muajve Fatën Peci ishte personi I 5 më I votuar në Kosovë. Domethënë hiç 3 krerë të partive, vetëm Glau Konjuca ishte më I votuar, pastaj vinte Fatën Peci, që megjithatë kishte një rezultat të jashtëzakonshëm në zgjedhje dhe arriti ta shty deri në limitet e fundit, domethënë për pas balotazhit arriti edhe aty deri në momentet nuk I dihej, rezultati ishte shumë afër. Kjo nënkupton që megjithatë një politikan I ri ka lind në Kosovë dhe ai është ka lind, po tham në aspektin figurativ se ai është pak më I shumë se sa të lind. Po është një politikan I rëndësishëm që do të bëhet I rëndësishëm, është bërë realisht, do të bëhet edhe më I rëndësishëm në vitet në vijim dhe kjo është e mirë edhe për PDK-n. Me kaq shumë superlativa sa ju folët për zotin Peci, ndoshta Kurti po ta kishte vendosur në Prishtinë mund të kishte fituar. Por Jo, nuk e besoj. Jo, nuk e besoj që Fatulli do të fitonte në Prishtinë, pasi që gara me Prishtinë është ndryshe. Do të thotë Prishtina ka qenë kohë të gjatë bastion I LDK-s, pastaj u thye pas 15 vite, dikun ka 2013-14 u thye nga vetëvendosja. Mirë po ende vetëvendosja nuk ka qeveris pastaj mirë Shpend Ahmeti, kishte pritje të mëdha që do të qeveriste mirë, nuk qeverisi mirë, I mori 2 mandate, mandatin e dytë posa e mori e trahtoi në farë mënyrë vetëvendosjen, u largua nga partia dhe nuk qeverisi qysh ishin pritjet dhe vetëvendosja vazhdon ta vuajë këtë. Në anën tjetër kemi një bashkim 2 mandatet e fundit, kemi një bashkim të 2 forcave kryesore pas vetëvendosjes PDK-s dhe LDK-s në Prishtinë dhe Përparim Rama është kryetar I zgjedhur me votën e PDK-s edhe në 2021 edhe tash. Domethënë pa atë votë Përparim Rama nuk do të zgjidhej, mirë po kur do t'i dilte përballë do të ishte shumë vështirë ta mposhte për shkak se kemi të bëjmë me bashkim të 2 forcave dhe forca sidomos ta PDK-s ditë jenë shumë lojal ndaj strukturave të veta. Dhe kanë dëgjuar një pjesë konsiderueshme, kanë dëgjuar dhe arritën ta poshtin sërish. Ju folët pak më lart për Arjan Tahirin si një figurë të re politike që ka lindur, që doli nga këto zgjedhje, por ndoshta më shumë probleme brenda partisë tij me këtë mandat që fitoi. Tani mund të hap Përparim Rama për Abdigjikun apo jo? Besoj do të ishte interesant, nuk e di sa ishte I lumtur Abdigjiku që Rama fitoi. Ta shohim, këtë do të jetë shumë interesant, pasi që LDK-ja ka humbë 2 komuna, ka realisht I kishte 9 komuna në 2021, sot I ka 7.
ta shohim nëse do të ketë rezultat negativ në zgjedhjet nacionale që pritet të mbahen me 28 dhjetor, aty dikon domethënë na çojnë matematikat kushtetuese. Edhe Kurti ka kalkuluar mjaft mirë për mërgjimtarët, mendoj një pjesë analitike. Ishte kalkulimi i tij, është saktë që ishte kalkulimi i tij, pasi që ka vot nga diaspora dhe Kosova për vitin të ri, për festat e fundvitit mbushet nga diaspora. Në këtë mënyrë, nëse Abdi Xhiku ka rënje, sepse në zgjedhjet e fundit të mbajtur në shkurt kishte rritje dikun me 50%. Ndërsa nëse tash mund të ketë rënje, nëse ka rënje për shkak edhe të qasjes së tij që të mos bashkëpunojë me as me opozitën, as me pozitën, edhe pse është në vendin e tretë, që është jashtë normave logjike të veprimit politik, atëherë vendi i tij rrezikohet seriozisht nga përparim Roma. Ndërkohë me panoramën që ju bët për shikuesit tanë, më let kuptohet që Konjufsa nuk do të jetë kryeministër. Jo, nuk e besoj që Konjufsa do të jetë kryeministër. Kundër nga gjithë akteret të cilët mund ta zgjedhin. Pra, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK, edhe Nisma, edhe minoritetet, 2-3 votat e minoriteteve që janë kokëfort në këtë drejtim, të gjithë janë deklaruar kundër, prandaj nuk pritet ndonjë surprizë me datën 19 nëntor, pra pas 9 ditësh do të merret vendimi që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe diçka të fundit kam, ju lutem për zgjedhjet e jashtëzakonshme, cilat janë pritshmëritë tuaja? Pra kriza do të vazhdojë apo do kemi një qeveri të opozitës? Jo, nuk e besoj që do të kemi qeveri të opozitës, nëse Vjosa Osmani, presidentja, pra vendos të jap dorëheqje, do të ishte mirë, pasi që do t'i evitonim 2 palë zgjedhje, do të ishte mirë që ajo të jep të dorëheqje. Para mandatit, ta jap tani dorëheqje? Para mandatit, se i ka edhe 3 muaj. I ka edhe 3 muaj kohë, më mirë të jep tash dorëheqje në mënyrë që të evitohen 2 palë zgjedhje. Realisht ka edhe obligim kushtetuese që të tentoj sa më shumë që t'i shmang zgjedhjet. Edhe largim nga ndoshta detyra, sepse skenari nuk dihet çfarë mund ndodh deri në mars, apo pazaret politike. Po, mund të jenë në mars, mirë, po pse të mos bëhen të pazare politike në këto zgjedhje, pse t'i shtym në mars? Kjo është esenca. Dhe nëse Vjosa Osmani, presidentja, pra futet në garë bashkë me Albin Kurtin, atëherë po flasim për bashkim të 2 figurave kryesore politike në Kosovë, cilat korren sukses të jashtëzakonshëm në vitin 2021 dhe besoj që do ta përsërisnin sërish këtë rezultat. Pra shmendin ky skenar se sa ndoshta siç është aluduar në një pjesë e mediave, mund ta shpëtojë ndoshta ndonjë vot nga LDK-ja apo lidhja familjare me Abdi Xhikun që mund t'jap mandatin e dytë apo jo? Jo, nuk besoj që do ta merr në atë mënyrë mandatin e dytë, pasi që ka edhe Abdi Xhiku i ka ambicet e veta dhe pastaj është edhe LDK-ja, e cila është shumë kategorike në këtë drejtim, por një bashkim i mundshëm i Albinit me Vjosën do të krijon, realisht ka parashenja. Vjosa Osmani, presidentja, por ka thënë që nuk do të jap dorëheqje. Mirë po, ka disa elemente brenda presidencës, praktikisht këshilltarët e saj, që ja kanë mbrejtur një farë mënyrë dhënëve të LDK-s, pasi që kishte deklarata ndaj presidentes më herët, edhe ja kanë mbrejtur dhënë të rrini se duhet përqin që ju do këtë pak, janë disa parashenja, cilat tregojnë që presidenti Osmani do t'i futet gares politike sërish, pra do të rikthehet në politikë dhe në anën tjetër kemi bashkim, realisht jo bashkim, kemi rikthim të marrëdhënieve, pasi që marrëdhëniet ishin të ftohura ndërmjet Albinit dhe Vjosës një kohë të gjatë, mirë po tash kohën e fundit kemi një parafrim të atyre marrëdhënieve, janë pa bashkë në plot evenimente dhe janë pa shumë të relaksuar, të qeshur, që nënkupton që marrëdhënia atyre është rikthyer në nivel më optimal të mundshëm dhe besoj që do të jenë bashkë. Edhe me rastin e zgjedhjes së zotit Peci, apo Peci është më shumë i vetëvendosjes tani se Ailisës Guzo? Jo, kemi realisht presidentja është ka një krisje të marrëdhënieve pikërisht me partinë Guzo. Do të thonë, nuk i ka marrëdhënie të mirë fort me Donika, me Garvallën, zonë Garvalla, po nuk i ka fort edhe aq të mira as me zotin Peci. Pra, mirë po, ajo i ka relaksuar marrëdhëniet me Albinin. Po, Albin nuk i prish punë rikthimi i asaj në terren, pra duke qenë më mirë aty në presidencë?
Jo, nuk i prish punë sepse aja prapë më tënë të jetë presidente. Aty është esenca. Po, ka fjalën qoftë ajo rikthehet në fushë, në duke u larguar nga presidenca. Jo se bashkimi i Albinit dhe Vjosës është tregu rezultativ në sjelljen e votës. Pse në Kosovë ekziston një elektorat bajagi i madh në numër, i cili është elektorat i djathtë dhe e voton Albin Kurtin e majt. Dhe garantues i vazhdimësisë së kësaj, pra që vetëvendosja të vazhdoj të merr elektorat të djathtë, votë të djathtë, është pikërisht Vjosa Osmani, e cila njihet si e djathtë, është rrugoviste e pandreshme, e përbetuar sipas vetë asaj, pasi që edhe në presidencë gjithmonë mban edhe flamurin e rrugovës e kështu me radhë, dhe Vjosa, Fatoni, Donika, kështu me radhë janë garantues që Albin Kurti do të vazhdoj të marrë një përqindje të konsiderueshme të votës së djathtë, e cila nuk do të shikoj bashkëpunimin eventual të LDK-s me PDK-n, dhe vetmja mënyrë që ata ta sigurojnë që PDK-ja nuk faktorizohet nga vota e djathtë përkatësisht nga LDK-ja, është që t'i javojnë votën vetëvendosjes. Dhe këtë e kanë bë me shumicë, sidomos në vitin 2021, po edhe në vitin 2025, mirë po kishte rënje, dhe sepse Vjosa Osmani nuk ishte në garë. Ndërsa sot mund të jetë pikërisht kjo pika ktheses dhe Vjosa Osmani mund të sigurojë një 70% që mungoj në 2025. Më hapet një skenar interesant, e kam të fundit para se ta mbyll se ju kërkoj ndjes e zgjata shumë, por me atë që unë kuptova nga kjo është që Vjosa Osmani, po sikur t'jap dorëheqjen, rikthehet në garë, fitojnë shumicën edhe për të zgjedhur presidentin vetëvendosja dhe merr mandatin e dytë presidencë, apo vazhdon rrugën pastaj në ekzekutiv. Do të jetë shumë e vështirë. Presidenca do të jetë shumë e vështirë, pa diskutim, pasi që duhet të përsërisim rezultatin e zgjedhjeve të 2021-s, pastaj duhet që kapriçet e këtyre 2-3 deputetëve të minoriteteve jo serbe të zbuten, pastaj ndoshta duhet të kontrabandohet ndonjë vot, pasi që dihet që presidenti ose zgjidhet me 80 vota, duhet të jenë 80 vota dhe pa to nuk mund të zgjidhet. Pra, po flasim për 2/3. Ato në rundin e tretë mund të zgjedhet edhe me 61 vota. Mirë, po 80 deputet duhet të jenë në sallë. Kjo është një matematikë e çuditshme që e kena bërë realisht, pasi që nuk ka arsye të jenë 80 deputet në sallë dhe të votojnë 61 pro, pasi që kjo pastaj po na shkakton shumë telashe dhe po rrezikojmë. Objektiv ka pasur vetëm që të ketë krizë, me sa duket se. Sigurisht këtu ka qenë një mjeshtër i madh i krizave që ka konstituu këtë kushtetut, ka qenë pikërisht Hashim Thaçi, dhe mjeshtri i dytë i madh i krizave është Albin Kurti. Këtë do të ta pranojmë. Këta mbijetojnë nga krizat, krijojnë kriza domethënë në mënyrë të vazhdueshme dhe pastaj i Hagës i ka zënë frika ca në Kosovë, më duket. Jo, nuk ka. Frikë përkundrazi, unë nuk e kam desht asnjëherë sa i përket qasjes së tij politike, si politikan nuk e kam desht asnjëherë, mirë po ajo atje është si luftëtar i UÇK-s dhe pa diskutim që këtu jemi gjithë ndihshëm dhe mezi presim që të rikthehem. Zoti Buxhala, ishte shumë kënaqësi biseda që zhvillova me ju. Jam mirënjohës shumë dhe shpresoj që në të ardhmen të dëgjojmë sërish. Pasi mua më pëlqeu biseda dhe argumentat. Aq më tepër dhe skenarët. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.